Jam brenda oborreve, kopshtit, lulishtes, më të famshme të Firences, një prej qyteteve më të rrallë të Italisë, kopshteve Gherardesca, që janë në mes të dy pallateve Gherardesca, pjesë e familjes Gherardesca shihni, i ndërtuar në 1474. Sot brenda tij është një nga hotelet më të famshëm të Firences dhe një nga më të famshmit në botë, hoteli Four Seasons. Por oborret janë të hapura për të gjithë qytetarët. Është pjesa e krishtlindjeve, kështu që kanë bërë dekorimet. Oborret quhen të famshme sepse janë siç kanë qenë 500 e gati 50 vjet më parë. Janë ndërtuar thash bashkë me pallatet në 1470 dhe pallati është ndërtuar mbi një pallat nobil më të vjetër të periudhës mesjetare, pra të periudhës më të hershme së mesjetare. Kjo është pjesa e oborreve. Brenda oborrit, hoteli Four Seasons kultivon edhe, po themi, gjërat e gjelbra, sallatrat, gjërat që servir. Tani unë do mundohem të ju zbuloj aq sa mund të hecet brenda tij. Oborret janë të pajisur, pra kanë brenda tyre vepra të rëndësishme arti. Kjo pjesë këtu është pjesa e Shatërvanit. Dy pallatet janë ndërtuar këtu që ka fontan lawn. Të dy pallatet janë ndërtuar, pra njëri në 1470, tjetri relativisht në të njëjtën kohë. Të dy i takonin familjes Gherardesca, një familje të famshme nobile e Firences, shihen edhe pallatin nga kjo anë. Pjesa brendshme e pallatit është spektakolare, për duke qenë hotel Four Seasons, nuk është shumë e lehtë që të hysh për ta parë. Ndërkohë janë ruajtur, sikur se thash, pjesa më e madhe e gjelbrimit, është ruajtur pjesa më e madhe e gjelbrimit të vjetër. Kopshtet janë tipike mesjetare, pra të rilindjes në fakt më shumë. Rilindja ka lindur në një moment shumë të rëndësishëm për Europën, në kohën kur ra Konstantinopoja dhe kur shumë prej shkrimeve të vjetra, dorëshkrimeve, librave që ndodheshin në Konstantinopoj u sollën në Europë për t'i shpëtuar nga osmanët, dhe ato qenë një dritare e hapur e jashtëzakonshme për pjesën më të madhe të Europës, e cila zbuloi një qytetërim mahnitës. Kjo është pjesa që shkohet në span e hotelit. Pra, kjo është pjesa që shkon. Hoteli vijon si nga godina atje, edhe në godinën këtu. Kjo është pjesa e gjimit, pra pjesa e palestrës së hotelit. I gjithë hoteli është rrethuar nga muret mesdhetare, thash sipërfaqja e brendshme e oborreve është 4.5 hektar. Shihni pishat që duhet jenë gati i pajisur me vepra arti të rëndësishme. Pra, kjo është Bjørn Skarup. Janë skulptura moderne këto. Ndërkohë, kjo është spaja. Kjo ishte palestra. Këtu shkojmë në pishinën e hapur të hotelit. Pishina që shërben gjatë verës. Hoteli nuk ka pishinë të mbyllur me sapash. Jam gjithmonë duke ecur brenda oborreve të Gherardescës, oborret më të rëndësishme të Firences. Shihni edhe pishinën. Kjo është pjesa spas, përballë është pjesa e korpusit kryesor të hotelit. Pishina më sa duket mbulohet gjatë ditëve të dimrit. Një tjetër skulpturë moderne dhe në të vijim. Duhet ecësh të paktën për shkuar nga një pjesë në pjesën e dytë të hotelit, ku ndodhet edhe restoranti i peshkut, duhet ecësh të paktën 10 minuta brenda oborreve. Kjo është sërish një prej gazebove, siç quheshin atë kohë, që të shpëtoi diellit me një skulpturë antike. E gjithë pjesa e brendshme e kupolës është e gdhëndur, e që nga jashtëzakonisht shife. Është e gjitha e gdhëndur, e gjitha 3D. S'kisha parë gjë më të bukur. Shife. Ja dhe skulptura.
Ta shi që këtë ndje. Ndërkohë që në këtë drejtim, shkohet një tjetër gazebo. Në çdo pemë është e markuar, shikoni, që tregon nga vjen. Tash duhet ecë në këtë drejtim që të shoh, kjo që nga pjesë e ngritur si kodër. Hoteli ka filluar restaurimi i pallateve në vitin 2000. Në 2008 u hap si hoteli më luksoz i Firencës. Është një nga hotelet më të njohura në botë. Është brenda tij me vepra të rëndësishme arti të periudhës së rilindjes dhe njëkohësisht dhe me vepra moderne. Kjo ka qenë veçantia e tij. Pra ka të dyja pjesët. Vazhdoj prapë në pjesën tjetër. Tash në Firencë mbahet si oborri më i bukur dhe më i rëndësishëm. Prapë një vetë tjetër moderne. Këto janë vepra arti të vendosura më pas, kjo që nga manjolli japoneze, sipas përshkrimit. Kjo është vepër në mermer. Ja dhe Pinocchio i famshëm. Është skulptura më prezantuese e kësaj pjese të Italisë. Pinocchio me gjithë zogun e vendosur, është përballë është hoteli, skulptura tjera. Mundohem të ecim këtë drejtim për të shkuar deri në fund. Në këtë anë këtej është një belvedere e vogël, po dhe në këtë anë është një belvedere tjetër. Besoj se ja dal dot të futem në të dyja, po mundohem që kjo është pjesa tjetër e hotelit. Të ngjitem në këtë belvedere këtej për të parë se ku shkohet. Që nga e mbyllur. E gjitha ja dhe një pjesë tjetër e një belvedere sipër, duhet ngjitem atje për të parë. Tani po ngjitem hoteli, pjesa tjetër e hotelit është andej, atje thellë, po ngjitem ta shoh dhe këtë pjesë këtu. Nuk e di ku po shkoj tani. Pjesa shumë e bukur. Është një belvedere që ngjitet sipër, që me siguri duhet këtë pamje të plotë të gjithë kopshteve. Kopshtet janë pjesë e pasurisë UNESCO-s. Nuk lejohen të vizitohen edhe nga jo klient hotelit, por që janë shpeshherë me orare dhe të mbyllura. Tani po hipi një pjesë që si është shtruar e gjitha me gur. Ja dhe hoteli, njëra anë e hotelit. Tani se di ku po shkoj, po. Pjesa duket shumë e bukur. Kjo ishte pjesa nga erdha. Po. Tu ka një belvedere në maj. Ka një belvedere që shef rreth e rrotull. Ka dhe pjesë tjera të qytetit. Tani i bie që jam në mes këtu. Shumë e bukur pamje. Të shoh dhe të vazhdoj deri tek restoranti i peshkut. Se ditë kthehem nga erdha, apo të vijoj në anën tjetër. Nuk e di ku del tej, po kthehem si qisha. 4.5 hektar në mes të Firencës, prom private, ose obor private, është e jashtëzakonshme kur e mendon. Firenca është qyteti me numrin më të madh të monumenteve të kulturës
për kilometër katror. Dhe Italia ka rreth 70% monumenteve të kulturës së gjithë botës, duke u konsideruar një prej vendeve me më shumë peshë dhe më shumë ndikim në artin botror. Kryesisht i takojnë periudhës së mesjetës, se tu është mrekullia italiane është e lidhur me zhvillimin e familjes Medici në Firenze, e cila blodhi disa nga njerëzit më të rëndësishëm të artit dhe të kulturës botës, Michelangelon, Da Vincin, Machiavellin, Brunelleschi. Tani jam prap në të njëjtën rrugë nga erdha, e jam duke arritur në fund të oborrit. Llogaristi kam 15 minuta që eci, edhe nuk po gjej dot fundin e oborreve të një hoteli. Shqipe çfarë peme, çfarë hije duhet këtë kjo në verë. Ka lak shtirë se ka rënë shi, pucët dhe i rushës. Edhe pema e vitit të ri. Dhe po arrim pjesën tjetër, e gjithë godina rreth rrotut, pra nga kjo këtej e deri në këtë tjetër këtej janë pjesë e hotelit Four Seasons, një prej hoteleve më të rëndësishëm të Firenze, më i rëndësishëm ndoshta e Firenzes, i cili është operativ që prej vitit 2008. Që prej vitit 2008, dhe këtu po arrim pjesën e dytë të hotelit, ku ndodhet dhe restoranti i peshku. Tani nuk e di çdo peshku në Firenze, por ky është restorant peshku. Pra imagjino 15 minuta midis oborreve për të arritur në pjesën e dytë të hotelit, që është kjo këtu, s'po shkoj më aq gjatë deri brenda. Po shifeni si është pjesa tjetër e oborreve, që janë një mrekulli. Absolutisht një mrekulli. Ja ku duket dhe kupola e famshme e domës. Dhe gjithë kjo përfundon, po i vi rrotull për ta parë më mirë, me statujën e Krishtit, besoj. Është fantastike. Si çfarë mrekullie. Dhe gjithë oborret rrotull. Oborret e Four Seasons Hotel, një prej hoteleve më të famshëm të Firenzes, dhe pjesë e oborrit privat të pallatit të familjes Gardesca të Firenzes, dy pallate të cilat me 4.5 hektar oborre që i lidhin mes, përbëjnë strukturën e hotelit Four Seasons Firenze.